Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, Allahun azza wa jalla falënderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allahut vazhdojmë te ajeti numër 338 nga sureja Alu Imran. Sure cila flet për familjen e Imranit, familjen e Isis a.s. dhe rrethin e tij më të gjerë. Në mesin e këtyre ndodhive, këtu përmendme në një ndodhi që ka të boje me Zekerian a.s., të cilë do t'i bie shorti që të përkujdeset për Merjemin, radiallahu anha. Dhe kjo ajet kuranor tregon për natyrshmërinë e njerëzit, se njeriu në natyrë lakmon në diçka që e shef në dorën e tjerëve dhe e pëlqen, dhe shumë është me rëndësi me rujta të vinë dhe njansën mes asaj që të pëlqen dhe xhelozisë dhe urrejtjes. Zekeria a.s. krahas faktit që ishte kujdestar i Merjemës, tregum se bashortja e Zekeriait a.s. Merjemën e kishte çik motre, vajzën motre sa, Yahya, Hanën e kishte motrë, nonën e Merjemës. Dhe Zekeria a.s. duke shku përditshmërisht në vizit tek Merjemja dhe duke i dërguar ushqim dhe duke u përkujdes për të, nga ana tjetër duke pa në formë përditshme devotshmërinë e Merjemës dhe përkushtimin e saj në adhurim. Dhe duke pa që këtij e vladi që Allahu ja dha Imranit, Allahu po çon ushqime prej qiellit, në stinën e verës shifke tek ajo ushqime dimrit, në stinën e dimrit haste në ushqime të verës që ishin jashta logjikës së shëndosh të asoj kohë dhe të atij zamani. Thot Allahu azza wa jall, hunalika da'a Zekaria rabbah. Subhanallah. Thot, e aty në atë moment i lëvizja jo ndërgjegja dhe natyrshmëria e Zekerias a.s. dhe e luti Zotin e vet, krijuesin e vet. Nuk thot da'a Allah, thot da'a rabbah. Se fjala emri Allah përmendet në konotacion të adhurimit, kurse emri Rabb përmendet konotacion të krijimit dhe të përkujdesjes, kuptimin e asaj që Allahu krijon gjithçka dhe përkujdeset për gjithçka. E Zekeria a.s. deri në këtë moment nuk kishte evlat, s'kishte fëmijë. Yahya nuk kishte askund brenda kësaj familje dhe këtij tregimi, sepse Zekeria a.s. edhe pse arriti në thellësi të pleqërisë, evlat nuk kishte. Gjatë gjithë jetës ai si njeri, si bab, ka lakmu me pas evlat. Dhe me një farforme pa të arrit deri në një nivel që edhe me kuptu se plak se pas ka shkruajt Allahi me pas evlat, edhe u dorëzu një periudhë kohore Zekeria a.s. nga kërkesa dhe duaja e tij që Allahu më i dhuroi evlat. Ama tu shku te Merjemja çdo ditë. Tu e pa Merjemën duke u rit. Tu e pa adhurimin e saj. Tu e pa përkujdesin e saj, tërbijen dhe edukatën e saj. Tu e pa ushqimet që Allahu këtij evladi ja dërgonte prej qiellit
Zekeria a.s. me një moment lakmoj në evlat. Ju ngjalla ju ndjenja për evlat. Nuk tha pse krejt me pasu në mos me pas. Kur lakmoj, kur i shkoj mendja dhe ju paraqit nevoja e natyrshme që e ka një bab që edhe me pas e vladin e vet me përkthjelën e vet, da'a rabbe, e luti krijuesin e vet. Pse krijuesin e vet? Se Allahu e krijoi edhe Zekerian. Po të mos të kishte kriju Allahu Zekerian a.s. ai nuk do të ishte. Që me kuptu çdo bab që Allahu e ka kriju edhe atë dhe Allahu ka forcë me kriju edhe një vlad për atë. Kur ka pas fuqi Rabbul Alemini me na kriju neve, Allahu ka fuqi me kriju edhe vlad tonë. Andaj Zekeria a.s. da'a rabbe, e luti krijuesin e vet, kujdestarin e vet. Rabbehu, këtu ka mudhaf ilejkur, që luti pra Zekeria i pronarin e vet, kujdestarin e vet, krijuesin e vet. Nuk shke me i lut njerëzit. Ju drejtu Allahu të azhujel direkt. Thonë djetartë, nuk i luti njerëzit dhe s'ju drejtu njerëzve se sebejpët që ishin të mundshme me qenë në dorën e njerëzve, a i patë kalu gjatë gjithë jetës së tij. Mo plak. Kush e din sa vjet i ka pas Zekeria a.s. kur ka ndodhur kjo ndodhja, di dikush a? Unë s'do e kallëzoj sigurt që ta lexoni vetë. Që tregimin kur mos ta harroni. Këto janë tregimet më të mira në Kur'an. Subhanallahu, janë mrekulli. Plakun pleçnin fillon me lakmu për evlat. Edhe lakmia dhe dashuria për evlat tek ata që nuk kanë, thuhet që nuk ndërpritet deri në frymëmarrjen e fundit. Dhe natyrshmëria e njeriut është që me pas evlat. Allahu gjithve që nuk kanë ju dhash të evlat, sa më shpejt ja Rabbul Alamin. Zekeria a.s. kur e kuptoi se mo s'ka mbet diçka që ka mundet me bori gjatë e njerëzit, ju drejtu veç Allahut azza wa jall dhe i tha: "Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba." Tha o Allah, o Zot, tha, ma jep dhurat, ma qo dhurat, një pasardhës temin prej teje, i cili pasardhës do t'jetë i mirë, të gjibe, do t'jetë i mirë. Shifeni, kërkoj prej Allahut që Allahut ja qoje pasardhëse. Edhe tha dhurat ma jep. Andaj e vladi që e kemi në dur tona është dhurat prej Rabbul Aleminit. Nuk është zotësia jonë, nuk është se na e kemi meritu. Me kuptu se dhurat jep njeri u hiq bigajri hak, qef të bërëm që këtë dhurat, ta jep një parfem, një gjesen, qëfar do qofta ja. Dhe dhurata e ka gëzimin dhe vlerën më të madhe sa ajo që ti vetë fiton me djersën tënde. Shkon punon, e ta e për fund të rogën, të thu faleminderit, së shtin gjep, hes të shtëpia e ki marë hakin tëndë. Ama ti që pa punua, i thëtë bërëm që këto pare dhurati ki prej meje. O, faleminderit. Edhe nëse ki pasuri, edhe nëse ki krejt, ajo të gëzan. Edhe disi atë që dikush të e dhurat, mundohësh me rujt disi më tepër. Mundohësh me rujt disi më tepër. Edhe mundohësh mu përkujdes më tepër për atë dhe atë kur e shef ta kujton dhuruese. Dhe që se në atë me falendëru. Shemë unë e këtë e kam dhurat, kur e shof këtë, më kujtot një vlla që më pa dërgu këtë dhurat, sa pa dalë. Ky model i këtinve smartphone-ave. Qëtër më kujtot ajë. E thonë djetartë,
Zekeria a.s. me kuptoj se evlat janë dhurat prej Allahut. Dhe kuptoj se atë du të me falendru për këtë dhurat dhe prej ati du të me kërku këtë dhurat. Evlatit së mvarët se unë jam i shëndosh, janë disa që i në dëgjej na gjinsion, na kena shumë thmi, na më të parën, në senda. Kjo gjahiljet është. Çështja e evladit është dhurat prej Zotit. Por pastaj, mille dunke prej teje, ti që ma dhurat, këtë Zot, pastaj tha, dhurrijet e në tajjive, që do tjetë pasar dhe si jem i mirë, i bukur. Shumë njeri ka evlat, e lutë Allah mos ta kish pas. Vallahi kam dëgju me vesht e mi, kam pa me sytë e mi njerës, duke malku evladin e vetë, duke thonën, mos ta kisha pas, hiq. Ama me lëshkën e zemrës të thonë, jo laf vetëm. Andër e kam një ditë ta jetoj pa këtë njeri, pa këtë evlat. Pse? Pse zurrijet basardës i keq, i fliq, khabith. Ka dhurrijet tajjibe, ka dhe dhurrijet khabithe. Se tajjibe është e bukur e mirë, khabithe është e kundër të fjalës tajjibe. Khabithe, që është dhe tëtë e fliq të keqe, e neveritshme. Sot duke bisedu me një xhamat, tha, është mirë me folë, tha në shumë shpia, shumë tri, nonën dhe babën nuk i lonë, tha më unë gjën sofër bashkë mangër bukë me ata. Tha shkjo është gërdime në dëgju, jo me folë. Kjo është gërdime në dëgju, e jo me folë e me bo, ma betë. Që është zurrijet i flisht, i gërditshëm, i neveritshëm. Zekeria a.s. pejgamberi i Allahut u sprovu gjatë gjithë jetës së tij duke mos pas evlat, nuk kishte evlat. Dhe Allahu e nderoi që të përkujdeset për Merjem. Dhe shikimi në Merjemin dhe përkujdesi për Merjemin, kjo punë e mirë në vendin ku e pa Merjemin në atë faltorin e saj, ku e lutë të Allahun Azza i lindi, ajo i dhejzë, ajo shkëndia, ajo nevoja, ajo dëshira, që ta lutë të Allahun që Allahun ati mi dhon evlat. Dhe kjo është një porosi për njerëzit që asnjëherë të mos dorëzohen duke kërku prej Allahut Azza evlat. Zakonisht të na, si të bëjnë 40 vjetë, 42, 3, 5 edhe ma, hiqë se bëjnë atë mabet dhe me këtë ma, për neve s'ka i mytë. Ani më 50, që që mabet, a vallahi, Allahu kujdo jep e vlat edhe mas 50-ave dhe mas 60-ave. I ka dëshmu historia, praktika një gjëtë tjilë. Edhe mas 70-ave. Edhe mas 70-ave. Vetëm njeriu prej Allahut është me rëndësi me kërku. E më bëjmë mendë ta përmendi këtë në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin 2004. Vitin 2004. Më patlind një evlat mu edhe në spital aty në atë dhomën e pritjes pritnim lajmin që të na sjellin mjekt se bashortët janë mirë dhe fëmia është mirë gjatë lindjes dhe pas lindjes. Me mua afër ishte një moshum me baston, me shkop. Edhe erdha jo mjekja edhe i dha mysh dhe ati se Allahu i ka dhuru e vlat. Edhe kur u zgju me pranu myshdën, u majtë baston të qysh, të qukështu me në ceka dhe kada, u qukë. U qukë ka. Edhe kur u qukë, edhe unë u qova në kom, si shqiptarë na. Thash për hajrë nipi, zoti me ymer e me shnet, a në këshiri mu, kushtati se nipe ka.
Thash, jo, veç, jo e tha, mu në kalin të ja. Edhe thash, i joti? Tha, mësë më dëgjove diçka tu anku? Thash, jo, i jemi, thash. E po thash, për hajve të koftë, hajde Allah i dhashim është net, apet edhe unë repeteja abonat që, thash, ama met ajo një mësimi madhë njëtën teme. Edhe ndoshta hera e parë është që e përmendi. Ndoshta është edhe hera e parë që unë e përmendi. Dhe kjo ndodh dhe ka ndodh edhe tek ne, edhe në botë gjithandej. Këtë po du me thonë që njeriu asnjëherë të mos dorëzohet duke kërku prej Allahut e vlat. Pa më parasysh moshës që e ka. Pse po i them këtë? E para se gjithnjë ekziston mundësia Allah me ta pranu lutjen. Po Allahu, edhe nëse nuk t'jep e vlat, ka me shpërbly që e ke lutë Allahun azza wa jall. Edhe ka me të mbejt gjithnjë raporti yt i freskët në kontakt me Allahun te bareke ve taala. Dhe ka të sidhesh fiton ai i cili lutet gjithkohës që Allahu t'i jep e vladat. E lutë Allahun azza wa jall. Edhe mos më i dhon Allahu e vlat, ky fiton shpërblimin e duas dhe fiton shpërblimin e mbajtjes së raporteve të freskëta me Rabbul Aleminin te bareke ve taala. A i dini sa njeriu ka me vite që kur s'ka shku mendja me lutë Allahun azza wa jall. Dhe ka humb atë sens, atë knatësi, do thotë me u drejtu Allahut me lutje. Ajo knatësi në vete. Po më parasysh lutjes kur i drejtohesh Allahut, ata pranon Allahu as ta pranon. Vet lutja në vete ka knatësinë e vet. E ndjen një knatësi që ke komunikuar me Allahun te bareke ve taala. Dhe ke lidh zemrën me atë. Dhe këtë e din ai që ka provuar. Edhe sa njeriu ka që ja thua këtë dhe praktikon, ndoshta mas një kohë shumë gjatë, thot se pas kum ditë se çka më pas ka hik njëtën teme që s'jam drejtu kur Allahut me dua nga lehtësia dhe knatësia imanore që e ka ndjek kur i është drejtu Allahut me dua. Atë rast e kum pa me sytë e me të ati të moshuari që do thotë Allahu në mo shumë të shtyme i kështë edhe në ati e vlat. Kum pa me sytë e me. Në të njëtën spital, në të njëtën dhomë të pritjes kemi qenë me atë të moshu. Dhe rastet tilla, thot, gjithë një do të ketë dhe ka me pas. Edhe ka pas. Veç na Allahun du të me lutë. Ati du të me drejtu. Pas e thot Allahun të bareke ve taala, inneke semi'u du'a. Tha Zekaria a.s. O Allah, me të vërtet, ti ai i cili i ndëgjon lutjet tona. Inneke semi'u du'a. Tha Allah, ti i ndëgjon lutjet tona. Tha Zekaria a.s. unë jam i bindur që te kam ri lutja eme, se ti i ndëgjon lutjet tona. Shifeni e debin, edukatën e Zekeriajt a.s. në lutjen që drejtoj Allahu te bareke ve taala. Që tregon dhe manifeston për kulin e tij, modestinë e tij. Dhe përmend emra dhe sifatet e Allahut te bareke ve taala, që është es-Semi. Ti me të vërtetë je Semia. Me të vërtetë ti je ai i cili ndëgjon dhe i ndëgjon lutjet tona. Pastaj thot Allahu azza wa jall, fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi al-mihrab. Thot Allahu azza wa jall, thot dhe kjo fa është fa u taqib. Dhe aty për aty. Çka është fanadathu? Me pas thonë ajtë kanur wanadathu, edhe e thirrën atë me laqët. Jo, fanadathu, kur vjen mas kërkesës, inneke semi'u du'a, ti ndëgjon lutjet tona, fanadathu. Kur ky tha Allah, ti
e kin dëgju lutjen teme më një herë, e thirrën me laçet Zekeria alayhis salam. Wa huwa qaimu yusalli fi al-mihrab. Thot Allahu azza wa jall, e kur ata ju drejtun Zekeria alayhis salam, ai ishte në qiyam duke u lutur në mihrab. Shifeni gjendjen në Zekeria alayhis salam. Boni dua Allahut dhe u lidh më fal. Më lut. Ju drejtu Allahut me fjalë dhe filloi Allahun me adhuru me vepra. Duke qenë në këtë gjendje në namaz, me laçet, ju drejtun dhe e thirrën Zekeria alayhis salam, en Allah yubashshiruka bi Yahya. O Zekeria, Allahu ti është të çu myshde se ka me të gëzu me një evlat që ka me pas emrin Yahya. Edhe emrin ja përcaktun me laçet në myshden që ja drejtun Zekeria alayhis salam. Yahya, thonë dietarët vëllërt nga fjala hayat, që do me thonë jetë. Se Allahu azza wa jall i dha jetë Yahjas tje vladit dhe nxjerrin në këtë dunjë, thot pa e mendu dikush se ky mundet me jetu, dhe se Allahu jep jetë kujt don dhe ja merr jetën kujt doje. Bashkë atij që s'ta merr mendja se ka me jetu, Allahu jep jetë me jetu. Andaj Zekeria Yahya alayhis salam nga ky kontekst e mori edhe emërtimin Yahya. Po edhe që kam i dhon jetë dhe gëzim edhe Zekeria alayhis salam, se baba dhe nona kur përgëzon me evlat, dyqysh ju shtot ymri dhe ju shtot jeta, që themi na. Dhe ju zbukurohet jeta natyrisht. So është dhurat e madhe e vladit. A e vladit gjithë një kini parasysh është dhurat. Pas Zotin, një shembull të thjeshtë të a thamë. Dikush me të adhon që një smartphone. Një dhurat, çfarë do qoftaj, një orë, ajtë ta jepë dhe ti para syve të ati e merat edhe e gjuh. Se në gjuj sa e vladhimi për cilë ligjeratët, se kësha gjujt sa për shembull, ama s'ka hije. E mërti edhe e gjunat. Që ka me thonë e që ta dha dhuratën? Terbjesës ka me thonë. Ka me thonë ki qenë ka bukshkert. Sa herë na e gjujnë e vladin? A i vjen me na vetë për namazin, i s'kam vakt. Para syve të Allahu te bareke ve taala. Allahu na shef, e na e gjujmë. Nuk përkujdesime. Allahu ne ka dhënë dhuratë këta e vlatë. Që dikush ëndran, mallzon, gjithë pasurinë harxhon. Ondrën më të madhe e ka qatë e vlatë. Ty të ka dhënë Allahu e dije, çashtu. Hiç pa e meritute, ti e merr e gjunat. A i ka hije njeriu të ban një gjë të tillë, vallahi si ka hije. Po nuk na kështu shpesh veprojmë me hedijen që Allahu na e ka dhënë me këto e vlat, kur i lëmë ato masdore, nuk i edukojmë, nuk i arsimojmë, nuk ju flasme, nuk i shtim me adhuru Allahun, më botë ndershëm, të moralshëm, kështu me radhë. Andaj, Allahu te bareke ve taala i tha ja Zekeria alayhis salam, kena me të përgëzu me një evlat, me laçet që aprinën selamin, që ka me pas emrin Yahya. Ato që kanë evlat, e din kur shkojnë të shtëpia edhe mos me qenë asnjë evlat. S'ka lezet shtëpia pa asnjë. Ato që s'kanë e din. Po dhe ato që kanë evlat, e din halo më mirë kur mungojnë ndonjëherë gjithë. Dhe vjen shtëpi, asnjë mos me qenë. A disa bahet duket shtëpia. Nuk duket e mirë shtëpia. Ku me ditë sa me kone mirë, s'duket interesant. Se që ato e vlat, i japin jetë shtëpijës, i japin bukuri, i ashtin bukurinë dhe poentën shtëpijës. Allah se të dhe që nuk ka i dhashtë.
dhe gjithve që Allahu na ka dhuru evlat, të na e shton për kujdesin ndaj evlatëve tonë. Pastaj thot Allahu azza wa jall, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Ky Yahya do të jetë ai i cili ka me i besu fjalës Allahut azza wa jall. Fjalës që ka marrë prej Allahut azza wa jall, thot Ibn Kathiri, dhe ky do të jetë i pari i cili ka me i besu pejgamberllokut të Isës alayhis salam. Dhe i pari i cili e besoi pejgamberllokun e Isës alayhis salam dhe pasoi Isën alayhis salam dhe përkrahi ishte Yahya alayhis salam. A Yahya dhe Isa alayhis salam ishin të zot. Dhe Yahya është më i madh në moshë se Isa alayhis salam. Dhe Yahya alayhis salam do ta besoje pejgamberllokun e Isës alayhis salam, do ta përkrahe. Derisa përmendet në disa transmetime që përmend Ibn Abbas radhiyallahu anhu se Ummu Yahya i ka thonë në Merjemës, e kum pa nëndër që foshnja jeme i bënte sejdë foshnjës tënde, i tha Merjemës. Dhe thonë dietarët kanë komentuar këtë, kjo tregon se Yahya alayhis salam ka pasu pejgamberllokun e Isës alayhis salam. Pejgamberllokun e Isës alayhis salam dhe ka përkrah me të madhe Isën alayhis salam, jo se i ka bë fizikisht sejdë për një. Kjo është alegori, sikurse Jusufi alayhis salam që e pa në ëndër diellin dhe hanën dhe yjet duke i bërë sejdë Jusufit alayhis salam. Kjo tregon se do të nënshtrohen dhe të pasojnë vllazët e vet edhe rrethina dhe vendi dhe zona ku ai do të frekuenton. Në këtë konotacion e pa një ëndër edhe Ummu Yahya që foshnja e saj i bënte sejdë foshnjës së Merjemës. Andaj në këtë ajet kuranor, Allahu azza wa jalla tregon para se me lind për Yahya alayhis salam se do të jetë një njeri i cili ka me i përkrah pejgamber të tjerë. Dhe ja përcakton edhe emrin. Me laçet kur ja dhan myshdën së bashku me emrin. Madje nuk përmendet gjinia, por përmendet emri i Yahjas që me kuptuam automatikisht se do të jetë mashkull. Hala pa mbet, hala pa e dit, bashortja e Zekerias, se ka mbet me havale. Allahu azza wa jalla thot, na ty të përgëzojm me Yahya, pra me një djalë i cili ka me pas emrin Yahya. Allah ajo nuk e din sa është me havale. Allahu kur don, të bëhet diçka do të bëhet dhe bëhet. Subhanallah. Kjo është fuqia e Rabbul Alaminit që më na tregu se kret ligjet Allahu kur don i than. Ti kur ta lutish Allahun me sinqeritet, Allahu edhe të pa mundshmën që është e fiksuar në kokën tënde e bën të mundshme. Madje këtu në këtë rast, halo pa u formu fetusi, halo pa u bo foshnja, pa u ditë çfarë gjinie, se shtash mas 4-5 mujve e din me këto mjetet bashkore, Allahu te bareke ve taala thot mashkull. Halo nuk e din bashortja e Zekerias sa është me havale. Allahu thot mashkull Yahya. Ka me pas emrin. Dhe ky ka me i pasu pejgambert. Allahu tregon se ky ka me qenë një njeri i sinqert, i mirë, i devotshëm që ka me i përkrah njerëzit që e bartin fjalën e Allahut azza wa jall, Isa alayhis salam. Wa sayyidan. Thot Allahu azza wa jall, dhe ky do të jetë zotëri. Për Zekerian, për Yahya alayhis salam, thot Allahu ky ka me qenë zotëri, alo pa lind. Allahu thot mashkull Yahya për krahas i fjalëve të Allahut ka me qenë zotëri. Komentatorët e Kuranit zotëri e kanë komentuar në disa forma, kanë thonë do të jetë njeri i cili ka me qenë i dijshëm dhe urtar, që gjithë kanë më mbledh rreth tij.
Disa tjera, Allahu ka me i dhonën cilësi dhe aftësi dhe prirje të udhëheqjes dhe udhëheqësit dhe kam udhëheq me vendin dhe kam e qeni pari i vendit vetë. Wa hasuran, thotë Allahu te bareke ve taala, dhe do tjetë i mbrojtën dhe larg amoralitetit. Të kjo ajet kuranor për Jahja alayhis salam, keni me hasë shumë israeliate dhe mujnë me ndëgju, madje dhe hadithe shumë të dobta që flasin dhe komentojnë fjalën e Zotit wa hasura. Hasur do më thonë ka me qenën larg amoralitetit dhe larg angazhimit me gra. Dhe ka edhe kuptimin tjetër që e kanë komentu gabimisht një pjesë, madje edhe dietarëve islam, që kanë thonë se Jahja alayhis salam ka pas mangësi fizike që organin gjenital se ka pas bashkëtamam siç duhet. Kjo nuk mban. Kjo është noksanllëk te pejgambert që nuk guxon me u thonë. Pejgambert e Allahut fizikisht dhe psikikisht kanë qenë të formuar. Kanë qenë të formuar. Nuk kanë pas kësi noksanllëq. Disa kanë thonë ka qenë shterë pësën jo, nuk është e vërtet. Jahja alayhis salam, madje edhe në duan e Zekeriait alayhis salam, babës vetë përmendet se ajo është lutë që ai me pas e vlat edhe pasardhësit e vetë. Dhe thutë që Jahja alayhis salam ka pas e vlat. Sos që ka qenë steril, apo që s'ka pas organ genital të formum, apo se ka pas funksional. Sikur keni me has në vendet caktuar, madje edhe në israeliate, madje edhe në Tora dhe në Bibël, ka gjëra të thotë që janë plotësisht pasakta dhe pa vend që kanë të bëjnë me personalitetin e Jahjes alayhis salam. Tini të vëmendshëm se fjala hasur, sipas komentatorëve të ehli sunnetit, tregon se Jahja alayhis salam jo se s'ka pas epsh dhe s'ka pas mundësi me pas marrëdhënie intime me gra. Ai ka qenë i martuar dhe ka pas marrëdhënie intime me namuzin e vet dhe kur si ka shku mendja asnjëherë dhe kur s'ka pas gjëna që ka shikuar në haram. Dhe thuhet që është nga njerëzit e rrallë që kanë ndryer jetë pa këtë lloj të haramit. Se Allahu e ka mbrojt. Andaj thotë Allahu wa hasura, ka qenë njëri namuzdit që s'ka këshirë në haram dhe kur si ka shku mendja asnjëherë. Me e simpatizu dhe me pas ndonjë tërheqje të vëmendjes ndaj një apo ndonjë simpati ndaj një femrës tjetër. Jo, me qatë që është martu, me atë ka çu jetën e vetë dhe kur si ka shku mendja për ndonjë femër tjetër. Pastaj thotë Allahu azza wa jall wa nabiyyan min as-salihin. Dhe ka qenë dhe Zekeria do t'jetë pejgamber i devotshëm. Allahu tregon alo pa lind, alo pa u formu Jahja alayhis salam, tregon se ky ka me pas kështu e emrin, ka me qenë mashkull, ka me qenë përkras i Isës alayhis salam. A Isa alayhis salam alo askund nuk është. Alo Merjemja nuk është me havale. Allahu zë tregon se bi kelimetin min Allah. Andaj te Isa alayhis salam kelimullah. Njënë nga emërtimet e tij, kur do vije kena me shpjegu edhe atë gjërësisht atë pjesë, se ka me përkra fjalën e Allahut, azë urdhën e Allahut te bareke ve taala, gjithë komentatorët thonë ka me përkra Isa alayhis salam. Ka me qenë zotëri, ka me qenë i moralshëm, i ndershëm, ka me qenë pejgamber i devotshëm. Që njerëzit kanë më mbledhur rreth tij dhe kanë me përfitu nga dia dhe devotshmëria e tij dhe ka me qenë pejgamber zotni, ak. Në gjuhën tonë themi, ki ka me qenë pejgamber zotri, në kuptimin e plot të fjalës zotri. Kam i pas hije vendi i tij ka mulën ky pejgamber. Pjesën tjetër inshallah ajetin numër 40 dhe 41 nga sura Ali Imran kena me shpjegoj inshallah, nëse jemi shtonë gjallë në javën e ardhshme,
Zoti ju shpëbleft dhe ju begatoft. Elhamdulillahi rabbil alamin.